Radikalizmi online i fëmijëve, një rrezik në rritje që kërkon reagim të menjëhershëm. Çdo ditë e më shumë fëmijët në Kosovë po kalojnë kohë të konsiderueshme në lojra online dhe rrjete sociale. Këto hapësira digjitale, përveç anës argëtuese, po shndrohen edhe në terren të përshtatshëm për përhapjen e ideve radikale dhe ndikimeve të rrezikshme. Platforma të ndryshme online përfshirë lojrat interaktive dhe rrjetet sociale, po përdoren për të ndikuar tek fëmijët e moshave të reja. Përmes komunikimeve të fshehta, përmbajtjeve të manipuluara dhe grupeve të mbyllura, fëmijët mund të ekspozohen ndaj gjuhës së urrëties, teorive konspirative dhe ideologjive ekstreme, pa e kuptuar rrezikun. Shenjat e para shpesh janë të vështira për t'u identifikuar. Fëmijët mund të bëhen më të tërhequr, të shfaqin ndryshime të papritura në sjellje ose të përdorin gjuhë më agresive dhe përqarse. Në disa raste, ata mund të fillojnë të besojnë dhe të shpërndajnë informacione të rreme si të vërteta. Prindërit dhe kujdestarët kanë një rol kyç në parandalimin e këtij fenomeni. Është e rëndësishme që ata të bisedojnë hapur me fëmijët për aktivitetet e tyre online, monitorojnë kohën dhe përmbajtjen që fëmijët konsumojnë, nxisin mendimin kritik dhe verifikimin e informacionit, të krijojnë një ambient besimi ku fëmijët ndihen të sigurt të ndajnë shqetësimet e tyre. Në rast se vrehen shenja shqetësuese, prindërit nuk duhet të hezitojnë të kërkojnë ndihmë profesionale. Institucionet e Kosovës ofrojnë mbështetje konkrete për raste të tilla. Qendrat për punë sociale janë të thirrura të ofrojnë ndihmë për familjet që përballen me sfida sociale dhe psikologjike, përfshirë edhe ndikimin e radikalizmit tek fëmijët. Po ashtu, psikologët e shkollave janë një burim i rëndësishëm mbështetjeje, duke qenë në kontakt të drejtë për drejtë me nxënësit dhe të trajnuar për të identifikuar dhe trajtuar këto raste. Radikalizmi online nuk është problem i largët, ai po ndodh çdo ditë, shpesh dhe në heshtje. Prandaj, reagimi i hershëm dhe bashkëpunimi mes prindërve, shkollave dhe institucioneve është thelbësor për mbrojtjen e fëmijëve. Siguria e fëmijëve tanë në hapësirën digjitale fillon me ndërgjegjësim, komunikim dhe veprim.